Bienalen e Venecias apo në aty, kisha një ekspozit tronditse. Qofse s'ja ngatroj emrin, ky duhet jetë. Dhe tronditse. Pra, në një vend ku ka një traditë pikture, që është shumë interesante, edhe artesh të tjera, nuk ka pse dali një metodë e tillë, e të pikturuar, një komedi. Kështu që e kisha butafori. E kiçi, aty shpjegoja gjithë kiçin, se sa kisha ra në kontakt me fjalën kiç. Tani, si e kanë kamufluar, kiç këta sjellin si rezultat që njeriu ra në materialitet, kërkoi materialin dhe arti u bë kiç, që s'ka vlerë, arkitektura kiç. E vërteta është komplet ndryshe. Këto i pren rrënjët me të kaluarën, prun njerëz që nuk ishin kompetencë, që do prodhonin kiç. Po, ja, dhe gomari po e pohon. Po, prun shokët e mi. Po ti je i mirë o shpirt se ti çoçi bën sa gjëra? Po. Dhe e bën kiçin norm, kupton? E bën norm, po. Dhe kjo është politik. Kjo nuk mund të ndodhë. Njeriu nuk është kurrë mediokër. Njeriu që e le të zhvillohet në elementin e vet. Që e le të lirë krijimtarin. Unë tash se më mend shkrimin, këtë shkrim ja çoj njerëz në Gjermani për botim. Po. A për projekt nuk e di, po e kisha qarë. Po. Dhe në sekondin që unë ja çoj, shoh që u zhduk nga kompjuteri im. Ua, të mërshme. Ko prit, rregullo, mos shif në gjë kështu e përlan. Edhe i them asaj me butësi, më falni, thash unë ju kam çuar një shkrim, po shkrimi më është dukur, a mund të ma ktheni? Po. Ma ktheu ajo zonja, dhe këta e pan tash që se unë për ta kaluar arrita ta kaloj në sekond. Po, shkoj online, u fut online. E kuptoj se unë e kisha shkruar pa qenë wireless. Po. Hap wirelessin, ato s'kishin kohë ta lexonin, adresën e kisha e kalova në sekond. Ndërkohë, ato 2-3 rishta e kapin në sekond informacionin. Po, patjetër. Fap hiku. Hiku. Tani ato e kuptuan që edhe po ta fshinin, unë prap do ja kërkoja asaj dhe do ishte një njëjti muhabet. E kapa, e sejvova, nuk e di ku e botova dhe këtu, po ishte një tmerr. Po nuk është kaq e thjeshtë. Unë ndërkohë kisha postdoktoratën. E kisha shumë të vështirë. Dhe ishte periudhë 2017, s'kishin filluar këto probleme. Po hakerimi kishte filluar. Do të thonë, ka qenë. Hakerimi kishte filluar. Është një gazetare shumë e mirë që më kishte thënë, mosa ki kujdes se qa googlon edhe ki kujdes se qa dërgon. Shkruan e bën. Edhe më kishte thënë se kush që e shikon një njësi që mu duke pa besueshme. Edhe s'më foli më me gojë, s'kemi fol më me gojë, kështu edhe kur shifemi, po me mbrujt. Me të rujt. Edhe unë thash e mirë, njeriu mirë. Po thash unë, që kanë çmend gjithë, po s'ka mundësi. Se në fillim është shumë e vështirë ta besosh. Nuk e beson. E di. Unë jam hakeru dhe përpara, më shmarrë dhe një email që kisha gjëra kryevepra. Edhe çfarë do jepja ta kisha atë, se kisha ca materiale që më duheshin për këtë romanin i vogli. Kisha autentike. Megjithatë ndonjëherë kur humbi gjën mund dali më e bukur. Po, mund të dihet. Po aty kisha shumë gjëra për këtë që nxjerr djallin nga shpirti, egzoterizmin të dikujt që më bënte presion me këtë. Që do me thonë duhem nxjerr djalli nga shpirti i jot. Nga që s'doja të rria me atë njeri, më bën depresion, po letrat ishin kryevepër. Edhe më hikon se s'bëhet 2 herë e njëjta rrugë. S'bëhet, po prap mund ta rishkruash ndoshta me pasuri. Këto ishin njerëz përvoje. Njerëz kapaciteteve të larta, nuk arrin dot asociacionin. Unë mund të kem asociacione kryevepra të mia, po ai e ka tjetër soi, ka autentik. Dhejse. Ma morën dhe këtë. Kur filloi pastaj hakerimi, në fillim isha shumë e shqetësuar. Dhe pastaj më vonë fillova të ambientohem dhe të bashkëpunoj me hakerat. Shpesh ju shkruaja, ashtu u bën një lloj paqe, shumë e çuditshme. Se në fundit është tjetri, ai është tjetri. Ashtu është. Dhe derisa ai nuk e do një gjë, duhet të kesh kujdes se çfarë do dhe të kesh kujdes për materialet, si qysh ku ti mbash. Pastaj kuptova që bota u bëja që çuditshme sa që u ekspozu vet. Po, doli vet në hapur. Puna e madhe fort se një shkrim më shumë, i shkrim më pak. Tash në 2017 unë dorëzoj temën. Tema ishte shumë interesante. Bile kam pasi një intervistë për këtë temën, që rallafi, se s'isha për këtë, me Adi Krastën. Po ishte temë shumë e vështirë, vazhdimi i 2 fisht. Double contingency. Dhe kjo ishte për ato vende ku shtrëngohet rripi. Tash çfarë do vazhdosh, do shkosh këtej edhe siç i kërkoi Gjermanisë për shembull, çfarë do bësh? Do marrësh gaz apo do marrësh armë?
kjo pak a shumë ishte tema. Nëse. Por ishte në terma, e gjitha në terma psikofilozofik. Edhe e kisha marru, e kisha dorëzu në kohë, imagjino, kjo ishte shkollë me pagesë, sigurisht kishin bos britjet shumë të mira dhe një vit munda të bëj. Edhe postdoc, se kushtonte 2.000 euro, por në atë moment për xhepin tim ishin shumë se kisha këto dramat e shoqeve të shokut. Edhe që ishin shumë shoqe shokësh. Ne ishim të rezi fare, nejse, unë vazhdova me shkollat, dhe ai ishte në drejtën e vet. Gjithë jetën ishte punu, kishte nevojë për pak hapësirë, hajtunja tjetër. Edhe shkoj unë që ta jap këtë. Po. Tashu. Edhe më thot mua ajo, thot, a ke bërë shumë të vështirë, tha. Duhet ta bësh që ta kuptoj edhe një klasës parë. Edhe mo i thash unë, a mendon se çfarë po thuaj, thash se unë jam për postdoc këtu, nuk jam. Po, unë jam për mësuesi fillore. Pa ju Nobel, po kur ka presion ka. Sidomos ndoshta tema, nuk e di çfarë ishte. Tema, ju ka djegur. Tema, po edhe shkrimet që bëja këtej unë, se unë shkruaja në gazetë që të merrsha në lek të paguaja shkollën, përveç se tu shihesha. Po. Kur në një moment e nxori ajo. I ke të bukura, tha, ato shkrimet në për gazeta. Që monitorime. Thash pas kanë arrit deri këtu këto, se po nga e dishin nga online. I kam, i thash. Hajde mas dite flasim. Aty më kërceu. Jo, i thash, mas dite jam e zënë. Kot, e qartë. Kot fare. Edhe ajo më tha. Il faut profiter. Po tha, duhet përfitosh me që jem Paris, il faut profiter. Edhe hika. U dojsh, thash, kjo përpjekje u dojsh. Mirë po, truri punon. Kthehem në shtëpi, me një iluzion kështu banal, se thash, ajt mo, ti për vete e bone punën tate. Legët i para pagove, punë drejqë, s'ke qa bo. Moza ta gaj. A ta maroj këte, apo duhet vi direkt? Baroje. Moza ta gaj. Merë mikrofon. Jam dhe kështu, pa kref, pa gjë. Nga i komën, bravo. Nga edhe tjetër. Ha?